Natyrisht e kanë vetëm familjarët, megjithatë, unë besoj shumë që edhe presidenti tha që po edhe krerët tjerë të UÇK-s dhe të gjithë pengjet politike që mbahet në Hagë kanë pasur mundësi që të shikojnë nga afër edhe akademinë përkujtimore, por edhe ceremoninë e varrimit e cila është transmetuar nga media të ndryshme edhe nga televizioni publik ku ata kanë qasje, dhe unë besoj që ata kanë përcjell këtë ceremoni edhe nga afër, gjithmonë të bashkuar me njëri tjetrin siç kanë qenë gjithmonë, dhe nga atje e kanë ndjekur këtë ceremoni. Po, mesazhi i presidentit tha që ishte natyrisht prekës, ndërlidhet edhe me fjalimin e tij se kjo nuk është vetëm një lam të mirë, por edhe një mirëpafshim. Dhe unë mendoj që e kishte një simbolik të tillë. Pra vizita e tij, vizitat e babait të tij në spital ishte një vizitë emocionale, një vizitë mes babait dhe të birit, dhe kjo e reflekton edhe në dedikimin që është bë në varrin e Haxhi Thaqit sot. Mirë, po, zoti Bajrami, para se të ndronte jetë Haxhi Thaqi, a patët rastin ta takonit atë, ta dinit një mesazh, cilin në fakt ta dim ne, një mesazh cilin ai mund t'ua ketë lënë juve, a pati një breng, një shqetësim për djalin e tij i cili po përballet me një proces gjyqësor atje në Hagë? Jo, takimet e tilla natyrisht që ka pas vetëm familja e ngushtë e presidentit Thaqi, pra vëllezërit, motrat e presidentit Thaqi, të cilët e kanë takuar, të cilët gjatë gjithë kohës ka qëndruar afër edhe në spital, edhe në shtëpi, dhe duhet theksuar që në to 4 vite familja e presidentit Thaqi me shumë dinitet dhe me shumë krenari ka menaxhuar një proces jo të lehtë kundër presidentit dhe kundër krerëve të UÇK-s. Edhe në këtë periudhë ata i kanë qëndruar afër babait të tij, kanë qëndruar afër nënës së tij, dhe së bashku janë munduar që të kalojnë këto sfidat e padrejtësisë. Dhe të gjitha mesazhet natyrisht që mund t'i ndaj vetëm familja, sepse ai ka komunikuar ekskluzivisht në ditët e fundit me familjen. Natyrisht që vizita e presidentit Thaqi vetëm pak ditë para se të vdesë ka qenë një vizitë dhe një 3 orësh shumë e rëndësishme, besoj, edhe në jetën e presidentit, po edhe në jetën e babait të tij, sepse këto kanë qenë orët të fundit të cilët ata i kanë dhënë me njëri tjetrin, dhe kjo padyshim që edhe presidenti Thaqi, po edhe do të mbetet gjithmonë në kujtesë.